Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29. Sura Nuh, ajetet nga 5 deri te ajeti 9. Qale rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. A i tha, o Zoti im, unë e thira vërtet popullin tim në atë ditë, por thirrja ime edhe më tepër i largoj nga e vërteta, sa herë që i thirrja për t'i falur ti, ata shtinin gishtërinjt në vesh dhe mbuloheshin me petkat e tyre, duke këmbgulur me mendje madhësi në mosbesim. Pastaj i thira me zë të lartë, më pas u shpalla edhe botërisht edhe fshehurazi. Komentimi: shfrytëzimi çdo mundësie për udhëzimin e tyre, por në vazhdim të diskutimit të çështjes së dërgimit të profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, dhe të thirrjes drejtuar popullit të tij në rrugën e Allahut, në këto ajete janë cituar thënie dhe fjalime të dala nga goja e tij, kur u ankua para Allahut. Këto thënie janë shumë domethënëse dhe kuptimplota. Fjalimet e profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, në këtë fushë mund të jenë të dobishme për të gjithë përhapësit e fesë islame. Ajeti tregon se profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, thotë: o Zoti im, unë e thira vërtet popullin tim në atë ditë. Pra, për asnjë moment nuk kam hequr dorë, as kam rreshtur në udhëzimin dhe thirrjen e tyre në rrugën e drejtë. Por thirrja ime edhe më tepër i largoi nga e vërteta. Është i çuditshëm fakti se thirrja drejt një gjëje bëhet shkak për largimin më shumë prej saj. Duke pasur parasysh faktin se suksesi i thirrjeve ka nevojë për rrethana të caktuara, për shtatshmëri apo tërheqje të ndërsjell, nuk është për tu habitur që në disa raste thirrjet të kenë efekt të kundërt dhe negativ në zemrat e smura. Ndryshe, njerëzit kryeneç dhe armiq të së vërtetës, në kohën që i dëgjojnë thirrjet e njerëzve të mëdhenj, profetëve rezistojnë fuqishëm ndaj tyre. Kjo rezistencë dhe ky qëndrim i largon ata më shumë nga Allahu dhe bëhen më të vendosur në mosbesimin dhe hipokrizinë e tyre. Kjo është e ngjashme me atë që është thënë në surën Isra në ajetin 82, ne të shpallim Kuranin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jo besimtarëve nuk kushton tjetër përveç dëshpërimit. Në një vend tjetër në Kuran thuhet: ky është libri që nuk ka dyshim në të, sepse shpreha e Allahut është udhëzues për ata që janë të devotshëm. Ky ajet tregon se në qenien e njeriu duhet të ekzistojë së paku një nivel devotshmërie, edhe nëse është e dobët, në mënyrë që njeriu të ndihet i gatshëm që të pranojë të vërtetën. Ky nivel devotshmërie quhet shpirti kërkuesi të vërtetës, kurse premisat për pranimin e të vërtetës janë fjalët e drejta. Më pas, në vazhdimsi të kësaj bisede, profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, thotë: sa herë që i thirrja për t'i falur ti, ata shtinin gishtërinjt në vesh dhe mbuloheshin me petkat e tyre, duke këmbgulur me mendje madhësi në mosbesim. Vendosja e gishtërinjve në vesh bëhej që të mos dëgjonin zërin e të vërtetës, kurse mbulimi me petkat e tyre bëhej që mbulesa të shërbejë si një mbështetëse për gishtat e tyre të futur në vesh, në mënyrë që në veshët e tyre të mos futen fare val zërash dhe në trurin e tyre të mos depërtoj asnjë mesazh. Ata dëshironin të mbulonin fytyrat e tyre që edhe shikimi i tyre të mos binte mbi fytyrën angjëllore të profetit Nuh, paqja qoftë mbi të. Ata këmbgulnin që edhe veshët të mos u dëgjonin gjë, edhe sytë të mos u shihnin gjë. Po si mund të arrijë njeriu deri këtu? Si mund të ketë kaq mbledh dhe armiqësi për të vërtetën? Si mundet t'ia ndaloj vetes dëgjimin, shikimin, reflektimin dhe meditimin? Në disa komentime islame thuhet se një pjesë e popullit të devijuar i merrnin fëmijët e tyre për dorë dhe i çonin te profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, dhe u thoshin: kini frikë nga ky burr që të mos ju devijoj. Ky është një amanet që na kanë lënë baballarët dhe tani edhe ne po ju rekomandojmë të njëjtën gjë, në mënyrë që të kemi zbatuar të drejtën e testamentit dhe të dashamirësisë. Ky ajet e bën të qartë se profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, gjatë gjithë jetës së tij vazhdoi gjithnjë thirrje në rrugën e drejtë dhe asnjëherë nuk ndjeu lodhje. Përveç kësaj tregon se një prej faktorëve të rëndësishëm të fatkeqësisë së tyre ishte arroganca dhe mendjemadhësia.
Ata e mendonin veten e tyre më lart se profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, prandaj nuk dënjonin ti për uleshin dhe ti nënshtroheshin një njeriu të tillë, edhe pse ishte i dërguar i Allahut, edhe pse zemra e tij ishte vatra e diturisë dhe e devotshmërisë. Kjo mendje madhësi dhe arrogancë gjithnjë ka qenë një prej pengesave kryesore për të ecur në rrugën e drejtë. Frytin e shëmtuar dhe të ligë të këtyre veseve e vërejmë përgjatë gjithë historisë njerëzore në jetën e njerëzve jo besimtar. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, përsëri vazhdon me fjalët e veta përpara Allahut, pastaj i thira me zë të lartë në tubimet publike, me zë të lartë i ftoi ata në besimin në një Zot. Nuk u mjaftova me kaq, por më pas u shpalla edhe botorisht edhe fshehurazi. Në bazë të disa thënieve të komentuesve të Kuranit, profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, në mënyrë që të ndikonte tek ky popull kryeneç dhe egoist, për të përcjellë sa më mirë thirrjen e tij, ndoqi 3 rrugë të ndryshme. Ndonjëherë i ftonte njerëzit fshehurazi dhe përballej me 4 lloj reagimesh. Fusnin gishtat në vesh, i mbështillnin kokat me petkun e tyre si dhe këmbgulnin në politeizëm dhe tregoheshin arrogant. Ndonjëherë i thëriste njerëzit publikisht dhe hapur, ndonjëherë përdorte metodën e përzierjes së thirrjes së hapur dhe thirrjes së fshehtë, por asnjëra prej tyre nuk ishte ndikuese. Njeriu është i tillë që disa herë shkon aq larg në devijimin e tij sa që rrënjët e degradimit fitojnë një qëndrueshmëri dhe ndikojnë thellë në qenien e tij. Kësaj te njeriu pak e nga pak formohet një natyrë e dytë. Në këto raste as ftesa dhe as thirrja e njerëzve të Zotit nuk do të ndikojë tek ai, atij nuk do t'i sjellin dobi as mesazhet e Allahut. Hulumtim 1. Shembulli i thirrjes. Ajo që u tha në ajetet më lartë në lidhje me thirrjen e profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, përveç asaj që thirrjet e tij janë një faktor i ngushëllimit të profetit dhe besimtarëve të pak të Mekës, është dhe një program i përgjithshëm dhe universal për të gjithë misionarët në rrugën e Allahut. Ai asnjëherë nuk pretendonte që njerëzit i përgjigjeshin thirrjes së tij duke u tubuar në qendër të qytetit, sapo ai t'ua transmetonte mesazhin e Allahut në kushte tepër komode dhe pas një mundim. Ai nuk pretendonte që të gjithë t'i kishin syt nga ai dhe ta dëgjonin me vëmendje. Nga tërësia e ajeteve arrim të kuptojmë që, siç edhe është transmetuar në disa hadithe, profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, ndonjëherë për të kryer misionin e tij herë shkonte në shtëpitë e njerëzve, herë bisedonte me ata në mënyrë individuale në tregje apo në rrugë dhe me durim dhe me zë të ëmbël i ftonte ata në fenë islame. Ndonjëherë merrte pjesë në tubimet publike dhe të përbashkëta, të cilat organizoheshin për qëllime të tjera, si për shembull për ahengje apo hidhërime, dhe me zë të lartë dhe të qartë i ftonte ata në rrugën e Allahut, por në të gjitha rastet përballej me reagime të ashpra, të papërshtatshme, fyese dhe përqeshje, ose përballej me sulme, sido që të ndodhte, ai asnjëherë nuk hoqi dorë nga thirrja në rrugën e drejtë. Ky durim stoik dhe ajo dëmshuria spikatur në mënyrë të papërshkrueshme, si dhe këmbgulja dhe qëndresa e pashembullt ishin kapitali i tij në rrugën e thirrjes në fenë e Allahut, në fenë e vërtetë. Më i çuditshëm se gjithë kjo ishte fakti që përgjatë 950 viteve të thirrjes së tij, afërsisht 80 persona i besuan dhe pranuan thirrjen e tij, në qoftë se këtë numër e përpjestoj me vitet e thirrjes së tij, delse për udhëzimin e secilit person, ai pothuajse ka bërë thirrje 12 vite me radhë. Në qoftë se misionarët e fesë islame do të kishin një qëndrueshmëri dhe këmbgulje mbreslënse si kjo, a mund të mos përhapej dhe mund të mos pranohej masivisht Islami? 2. E përse largimi nga e vërteta? Ndonjëherë njeriu çuditet se si është e mundur që nën këtë qiell të ketë njerëz të tillë, të cilët nuk janë në gjendje të dëgjojnë as të vërtetën dhe i largohen asaj. Këtu nuk bëhet fjalë për pranim, por bëhet fjalë për dëgjim. Historia na tregon se njerëz të tillë kanë qenë të shumë në histori, jo vetëm populli i profetit Nuh, paqja qoftë mbi të, në kohën që i ftonte në monoteizëm, mbështilleshin me petkun e tyre në mënyrë që të mos shikonin dhe të mos dëgjonin të vërtetën, por dhe në kohën e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, siç shprehet Kurani, ekzistonte një grup njerëzish që kur zëri i këndshëm i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ngrihej lart gjatë këndimit të ajeteve kuranore, krijonin shumë zhurmë dhe rëmuj me qëllim që askush të mos i dëgjonte fjalët e tij.
Ata që nuk besuan thanë mos e dëgjoni këtë Kur'an dhe kur të lexohet ai ju bëni zhurmë, bërtisni që ta pengoni. Në historinë e përgjakshme të Kerbelas, gjithashtu është thënë kur Imam Huseini paqja qoftë mbi të prijesi i dëshmorëve, dëshironte të udhëzonte dhe të zgjonte kundërshtarët, armiqt krijuan aq shumë rëmuj dhe zhurmë sa zëri i tij humbi në mesin e tyre. Edhe sot përsëritet e njëjta situatë, por në forma dhe mënyra të tjera. Sot ndjekësit e rrugës së Shtrembër me anë të llojeve të ndryshme të aktiviteteve argëtuese, por helmuese për nga përmbajtja, si muzikë ndaluar, përdorime të drogës dhe të ngjashme me to, krijojnë dhe kanë krijuar një atmosferë të atill sa njerëzit, veçanërisht rinia, të mos jetë në gjendje ta dëgjojë zërin e këndshëm të profetëve të Allahut.